Luana Vjollca pa ditë për shpifje gazetarin Elton Tozaj. Në një intervistë, gazetari Tozaj u shpreh se Luana Vjollca ishte aq e fiksuar pas ish partnerit të saj, Krenar Çoçaj, saqë e përndiqte atë kudo dhe ndërkohë ai është në një lidhje të re me Endin Demnerin. Ai përmendi disa raste për ndjekjeje, si për shembull në një fluturim në Milano, ku Luana gjendej në të njëjtin fluturim, pra në të njëjtin avion, me çiftin Krenar dhe Endi Demneri. Ndërkohë në një rast tjetër ai përmend se janë gjendur në të njëjtin vend në pushimet e tyre verore në Saint-Tropez. Pas emisionit, avokati Luana Vjollcës ka kontaktuar gazetarin lidhur me qëllimin që ai ka pasur për këto deklarata, ndërkohë që në rrjet janë ndezur diskutime të ashpra lidhur me vërtetësinë e këtyre deklaratave. Gazetari Tozaj më pas ka bërë një postim në Instagramin e tij ku është shprehur se Luana më vë avokatin të më marrë në telefon pas intervistës. Këto s'kan as guxim të telefonojnë. Së shpejti listën kush del si eskort në përburgje. Moderatorja Luana Vjollca ka vendosur të padis gazetarin Elton Tozaj pasi deklaratat e tij janë konsideruar si të pavërteta, fyese dhe si një cënim i rënd i figurës së Luana Vjollcës.